Atëherë Lus të gjithëve, nëse jemi të gashëm të fillojmë edhe këtë ceremoni laureatët e vitit të 2024 nga Federata e Handbollit të Kosovës. Atëherë të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar mysafirë, të nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës zotri Albin Kurti, i nderuar presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës zotri Ismet Krasniqi, i nderuar ministri i Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit zotri Hajrullah Çeku, i nderuara zëvendës ministre e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit zonja Daolina Osmani, i nderuar president i Federatës së Handbollit të Kosovës zotri Eugen Saraqini. Të nderuar handbollist e handbollista, doajen të handbollit, të nderuar të gjithë dashamirë të këtij sporti siç është handbolli, ku jemi mbledhur sot për të festuar, sepse është natë festive ku përgjatë tërë vitit 2024 kemi pasur arritje të mëdha në sportin e handbollit. Andaj sot, në këtë ceremoni festive, laureatët e vitit 2024 jemi mbledhur për të shpallur në të njëjtën kohë edhe për të shpërndar mirënjohje për më të mirët dhe më të mirët të kombëtarës, më të mirët e vitit tek vajzat dhe tek djemt sportist handbollist. Andaj, më lejoni që fillimisht të ftoj për një fjalë rasti presidentin e Federatës së Handbollit të zotrin Eugen Saraqini. Faleminderit shumë. Vjen jashtëzakonisht mirë që e kemi një sallë përplot shumë sportdashës bashkëpunëtor të ndryshëm të cilët kanë ndihmuar në zhvillimin e handbollit në përgjithësi, por edhe aktivistë shumë të cilët si vjet në vitin 2024 dhanë kontribut të çmueshëm për mbarvajtjen e punës të Federatës së Handbollit, për komunikime me lojtarët, me trajnerët, me referët, me delegatët, dhe gjithë ky bashkëpunim ka rezultuar me organizim të jashtëzakonshëm për kampionatet evropiane të cilat i kemi realizuar si vjet, që ka qenë një mundësi që Kosova, Prishtina të jetë epicentër e handbollit evropian. Çështje tjetër e rëndësishme, na ka ndodhur një mrekulli me vajzat 9-18 vjet. Ato ishin si vjet pjesëtare e kampionatit botror, që për sportet ekipore po ndodh për herë të dytë. Hera e parë ka qenë gjithashtu në handball dhe siç dihet kampionati botror është mbajtur në Spanjë. Kampionati si vjetëm u mbajt në Kinë, në vendet me të cilat ende nuk kemi ndonjë marrëdhënie shumë të mirë, po duket që sporti po i kryen gjithashtu edhe punë të veta nga diplomacia sportive, dhe për këtë duhet falenderuar dhe besoj që turqitja jonë do të jetë më e vogla që mund t'ju japim. Ju falenderoj shumë zoti kryeministër që jeni sonte me ne, faleminderit zoti Krasniqi. Ministër, ju faleminderit gjithashtu që jeni këtu, zëvendës ministre. Jemi vërtet lumtur që jeni këtu për arsye se edhe ju i keni përcjell gjitha zhvillimet në handbollin e Kosovës, ndërkaq na jemi gjithashtu të lumtur për mbështetjen e jashtëzakonshme të cilën na ka dhënë edhe Ministria për Kulturë, Rini e Sport, një partner i rëndësishëm i federatës sonë, dhe shpresoj dhe besoj që ky bashkëpunim, duke u përcjellë edhe me aktivitetet tona, me sukseset e ardhshme, do të jetë gjithnjë e më i mirë e më i mirë. Nuk do ta zgjas shumë për arsye se nëse them se çka ka ndodhur në detaje gjatë vitit 2024, atëherë do të jem në situatë që ato që do ta shihni tashmë s'do të jetë kurrë surprize, po sinqerisht po ju them që të jeni këtu, ti shihni, të rikujtohemi gjithë për atë që kemi bërë gjatë vitit 2024. Ju falenderoj shumë. Falenderojmë presidentin Saraqini. Tani përderisa dhe na nderon me praninë e tij kryeministri i shtetit ton, ftojmë për një fjalë rasti edhe kryeministrin ton Albin Kurti.
I nderuar zotëria Rula Qeku, Ministre e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e nderuara zonja Daulina Osmani, zëvendës Ministre e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i nderuari zotëri Ismet Krasniqi, President i Komitetit Olimpik të Kosovës, i nderuari zotëri Eugen Saracini, President i Federatës Handbollit Kosovës, të nderuar antar të Bordit Ekzekutiv dhe udhëheqës të klubeve sportive, të dashur sportiste e sportist, trajner, gjyqtar, punëtor sportiv, veteran, adhurues të handbollit si puna ime tash, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, është kënaqësi e veçantë të jem sot këtu në ceremoninë e shpalljes së më të mirëve në sportin e handbollit. Me punën dhe profesionalizmin e saj, Federata e Handbollit Kosovës është treguar shembull për shumë aspekte, ndërsa kjo është dëshmuar edhe me rezultatet e arritura në arenën ndërkombëtare. Handbolli në Kosovë është në një fazë të rëndësishme zhvillimi. Përfaqësuesit dhe klubet tona po shfaqin gjithnjë më shumë potencialin e tyre, duke treguar paraqitje dinjitoze në secilën ndeshje ndërkombëtare. Kualifikimi historik i vajzave 9-18 vjeç në kampionatin botror ka rritur ambicjet edhe tek ekipet e tjera për të synuar nivelet e larta në garat elitare. Tashmë edhe ekipi A i djemve dhe ai vajzave po esin me vetbesim dhe me synimin për të kualifikuar në kampionat evropian përkatësisht botror. Ndërkohë klubet tona po vazhdojnë të kenë paraqitje të shkëlqyera, duke korrur rezultate të rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Për të rezultateve në fushë, Federata e Handbollit të Kosovës gjatë vitit 2024 bëri punë të mëdha edhe në diplomaci sportive, siç e tha edhe presidenti Saracini. Organizimi i suksesshëm i kampionatit evropian për grup moshat U18 dhe U20 të meshkujt ka hapur rrugë për ngjarje të mëdha tjera, siç është kampionati evropian U17 për vajza, të cilin Kosova e fitoi të drejtën e organizimit për vitin e ardhshëm 2025. Të gjitha këto rezultate përkojnë me 10 vjetorin jubilar të pranimit të Federatës së Handbollit Kosovës me të drejtat e plota në Federatën Evropiane dhe Federatën Ndërkombëtare të Handbollit, një rrugtim ky që në fakt kishte filluar 20 vite më parë me antarësimin e kushtëzuar në Federatën Evropiane në vitin 2004. Në këtë proces një kontribut të jashtëzakonshëm pati dhënë edhe tashmë i ndjeri Izet Gjinovsi, ish sekretari i përgjithshëm i Federatës së Handbollit Kosovës, të cilën e kujtojmë me respekt të plot për angazhimin dhe përkushtimin e pakursyer për zhvillimin e handbollit. Kosova, megjithëse sukseset më të mëdha sportive deri më tani i ka korrur në sportet individuale, si judoja, boksi e karateja, besoj shumë se pikërisht handbolli është ai sport ekipor që ka potencialin të sjellë sukseset më të mëdha ndërkombëtare për vendin tonë në të ardhmen. Për fund, dua t'i përgëzoj të gjithë laureatët e zgjedhur sot, të cilët janë shembulli më i mirë i punës dhe i pasionit. Uroj që këto vlerësime të jenë shtyse më tejshme për arritje edhe më të mëdha në të ardhmen. Urime dhe suksese në çdo sfidë që ju pret. Ju faleminderit për vëmendjen e gëzuar 2025. Falenderojmë kryeministin Kurti për këto fjalë në të njëjtën ku besimin që i dha gjithë handbollistëve dhe handbollisteve edhe për këtë vitëri i cili po na pret. E tani më lejoni të ftoj për një fjalë rasti edhe presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotrin Ismet Krasniqi. Përshëndetje të gjithëve, i nderuari Niko Qeri i kësaj ngjarje, zotri Eugen Saracini, i nderuari kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, faleminderit njëherë që je gjithmonë pranë nesh, gjithmonë pranë sportistave. E kujtoj shumë mirë kur kemi qenë së bashku në Paris dhe kemi pas durim të përcjellë gjithë ato lufta, gjithë ato gara, kështu që ju falenderoj nga zemra. I nderuari ministër për kulturën dhe sport, zotri Rula Qeku, i nderuar zëvendës ministre zonja Daulina Osmani, ju s'po ofendoj sepse ne kemi obligim të jemi transportistë dhe atë po e bëjmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Të nderuar anëtar të bordit të Federatës së Handbollit të Kosovës, të nderuar sportist, trajner e gjithë ju tjerë të pranishëm.
Sonte festojmë një vit historik për handballin e Kosovës, i cili u veçua me sporteve ekipore për rezultatet e jashtëzakonshme dhe organizimin gjithashtu të shkëlqyshëm, kualifikimin e kombëtarës U18 të femra në kampionatin botëror, fitoria e kombëtarës U18 në European Handball Federation Championship Divizioni B dhe kalimi i kombëtarës A të meshkujve në kualifikime zyrtare janë suksese që na bëjnë gjithëve krenar. Po aq mbretërenës është kualifikimi në rundin final të kombëtarës A të femrave, pas fitores kundër Belgjikës dhe asaj të Bosnjës. Këto arritje janë rezultati punës së palodhshme të sportistëve, trajnerëve, po padyshim edhe të Federatës së Handballit të Kosovës. Si Komiteti Olimpik i Kosovës, jam krenar që jam partner i këtij sporti dhe të vazhdojmë të mbështesim në çdo hap që është e mundshme. Edhe një herë faleminderit të gjithëve dhe urime laureatëve, të cilët do të shpallen sot më të mirët. Faleminderit. E tani, për të rikthyer edhe një herë dhe rikujtuar ato se çfarë tha i pari i federatës son, do ta ndjekim së bashku një video me një përmbledhje të këtij viti që po e lëm pas, për të parë edhe një herë nga afër për të rikujtuar arritjet të cilat i kemi pasur gjatë këtij viti. Federata e Handballit të Kosovës po e përfundon edhe një vit shumë të suksesshëm sa i përket aktivitetit vendore po ashtu prezantimin ndërkombëtar. Gjatë 2024-s kemi arritur suksese tjera historike. Për herë të dytë jemi kualifikuar në kampionat botëror, kemi organizuar shkëlqyeshëm 2 kampionate evropiane, kemi shënuar fitore të mëdha me ekipet kombëtare po ashtu me skuadrat tona. Por ky vit ishte edhe i rëndë sa i takon humbjes së njerëzve të rëndësishëm për handballin kosovar dhe jo vetëm. Të hënën e 5 gushtit, handballi kosovar mbeti pa personalitetin e shuar, sekretarin e përgjithshëm Izet Gjinovci, i cili ndoroi jetë në moshën 63 vjeçare. Ai ja kushtoi gjithë jetën handballit, fillimisht si lejtar, më pas si drejtues i klubit të Prishtinës e më pas si sekretari i federatës për mbi 2 dekada. Ishte pjesë e rëndësishme e proceseve të rëndësishme, si pranimi me të drejtat të kufizuara në EHF 2 dekada më parë, kurse së bashku me presidentin Eugen Sarracini udhëhoqën procesin e pranimit të plotë të FHK-s në instancat ndërkombëtare. Një tjetër goditje për shtëpinë e handballit kosovar gjatë vitit 2024 ishte humbja e profesoreshës Shqipe Bajqinca Brestovci, e cila ishte antare e bordit të FHK-s, kryetare shoqatës së gjyqtarëve të handballit të Kosovës e po ashtu delegate Federatës Evropiane të handballit, teksa shuaj për përkushtimin dhe seriozitetin në të gjitha pozitat që ka mbajtur. Në ndërim të personalitetit dhe kontributit kolosal të Gjinovcit, Federata jonë vendosi që edicionin 2024 të Kosovës të njihet me emrin e Izet Gjinovcit. Triumfues të meshkujt doli kampioni në fuqi Raoveci, ndërsa të femrat trofeun e rëmbeu Ferizaj. Në kampionat Raoveci ndërpreu dominimin 10 vjeçar të Besa Famgas, duke fituar titullin e parë kampion histori të klubit. Pas edicionit të dominuar nga fillimi e deri në fund, Raoveci mundi pikërisht Besën 2 herë në serin finale për të siguruar trofeun e çmuar. Te femrat vazhdoi dominimi i Stogut, që në muajin maj festoi titullin e 4 me radhë. Vashat i Stogas e mundën Ferizaj në serin finale 2-0, duke kurorzuar në mënyrën më të mirë kampionatin e dominuar në vend. Në garat e Kupës së Kosovës triumfuan 2 skuadra ferizajase. Të meshkujt Kastrioti fitoi kupën për herë të 7 duke mundur në finale ekipin e Besa Famgas 34-32, ndërsa të femrat trofeun e rëmbeu Ferizaj që mundi i Stogun 28-27. Te juniorët dominoi Besa Famgas, te kadetët përsëri skuadra Pejane dhe Shqiponia e Gjakovës. Kjo e fundit ishte dominuese edhe te pionerët së bashku me Trepçën, ndërsa te fatosët skuadrat më të mira ishin Prishtina dhe Istogu. Drejtuesit e Federatës së Handballit të Kosovës vazhduan me aktivitete gjatë vitit që po e lëm pas. Në muajin mars ish sekretari Izet Gjinovci dhe atko drejtori për marrëdhënie me jashtë Muhamet Arifi morën pjesë në konferencën e sekretarëve gjeneral të federatave nacionale antare të EHF-s, ndërsa në dhjetor presidenti FHK-s Eugen Sarracini dhe tani ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm Muhamet Arifi ishin pjesëmarrës në punimet e konferencës së presidentëve të Federatës Evropiane të Handballit.
Gjatë vitit 2024, FHK i kushtoi rëndësi të veçantë edhe shkollimit të trajnerëve për t'i pajisur me licencën Master Coach, derisa gjyqtarët dhe delegatët e FHK-s gjykuan dhe mbikëqyrën në skenën evropiane, përfshirë Ligën e Kampionëve. Nga ky vetme thirrje të EF-s është edhe çifti i gjyqtarëve Gens Bujupi dhe Getuar Bujupi, që tashmë ka përvojë në shumë ndeshjeve evropiane. Dy skuadrat kampione të Kosovës, Travecit e Meshkujt dhe Istogut të Femrat, bën paraqitje pozitive në garat evropiane. Vreshtarët arritën në raundin e 3 të Kupës Evropiane, ku eliminuan nga skuadra e madhe rumune Bajamare pavarësisht fitores në ndeshjen e kthimit. Në raundin e 3 të kësaj gare në konkurrencën e femrave arriti edhe Istogu, që u eliminuan nga skuadra njëor çeke Hazena Kinshvart. Edhe në këtë vit, Federata e Handbollit të Kosovës u konfirmua si partnere shumë e besueshme Federatës Evropiane të Handbollit, teksa organizojnë në mënyrë të shkëlqyeshme 2 evropian. Në korrekt për 9 ditë u mbajt evropiani U20B për handbollist, ku triumfuesi doli Slovenia, ndërsa në Gusht Prishtina ishte negocira e evropianit U18B, ku triumfoi kombëtarja e Kosovës duke dëshmuar që ardhmja e handbollit kosovar është ndritur. Organizimi këtyre dy ngjarjeve nga Federata jonë u vlerësua me nota të larta nga Federata Evropiane e Handbollit dhe nga kombëtarët pjesëmarrëse. Ndërkohë sukses historik gjatë vitit që po e lën pas arriti kombëtarja U18 e vajzave, që pas 4 fitoreve radhazi në fazën interkontinentale të garës IF Trophy, siguroi pjesëmarrje në kampionatin botëror që u mbajt gjatë gushtit në Kinë. Sukses ky të cilin nuk e ka arritur akoma asnjë sport tjetër ekipor në vend. Kosova u poshtë nga Brazili e Franca, por shënoi fitore historike ndaj Indisë. Kishte edhe 2 fitore më pas për ta mbyllur botërorin në pozitën e 23 prej 32 kombëtarëve pjesëmarrëse, që vlerësohet si renditje suksesshme. Rezultate të rëndësishme arritën edhe kombëtarët anë të 2 konkurrencat. Meshkujt mposhtën Britaninë e Madhe në raundin e ndërmjet eliminator për Euro 2026, ndërsa barazuan me një kombëtare shumë cilësore si Holanda në Prishtinë, në një sfidë që shumë lehtë ka mundur të fitojë në sekondat e fundit. Ndërkohë 2 fitore të mëdha i shënoi kombëtarja e femrave që mposhti Belgjikën dhe Bosnjë-Hercegovinën në Belgjik për të avancuar në fazën e fundit të kualifikimeve për kampionat botëror, aty ku do të takohet me Suedi në prill të vitit 2025. Federata joni ka kushtuar rëndësi maksimale dhe punës me gjeneratët të reja. Në Verë, në Banjë është mbajtur kampi tradicional, ku morën pjesë qindra handbollistë e handbolliste të reja. Në përgjithësi ishte një vit tjetër i suksesshëm për shtëpinë tonë të handbollit. Është bërë hapi tutje para, me shpresë të madhe që rritja do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2025. Atëherë një duar trokitje për këtë vit të suksesshëm me shumë arritje nga handbollistët dhe handbollistët tona. Atëherë duhet dhe sot jemi mbledhur për të shpërndarë gjitha mirënjohjet për më të mirët tanë, të cilët na bën të ndjeni me emocione nga më të mirat për gjatë vitit 2024. Mirë po, fillimisht na duhet të kujtojmë ata handbollistët tanë të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për handbollin si sport në përgjithësi. Pa ta handbolli nuk do të ishte këtu ku është sot. Arritjet të cilat po i festojmë sot nuk do të ishin pa kontributin e tyre. Andaj për t'i dhënë një mirënjohje sadopak për gjitha ato ditë lodhje të cilat i kanë dhënë për këtë sport, ftojmë presidentin e Federatës sonë, Eugen Saracini, për t'i ndarë mirënjohje gjitha familjeve të personaliteteve unike të shquara të cilat kanë dhënë kontributin e madh për handbollin, e që ne sot do t'ju ndajmë mirënjohje. Atëherë, president, ju lutem, do i ftojmë familjet me radhë, personalitetet të cilat kanë dhënë shumë për ne. Do të fillojmë me familjen e parë të nderuarit të zotrit Gjinovci. Pra, këtë vit mbetëm edhe pa Izet Gjinovcin, e pam edhe në videon të cilën edhe ndoqëm së bashku, që mbi 2 dekada ishte personifikimi i handbollit kosovar. Indjeri Gjinovci kontriboi gjithë jetën për handbollin dhe handbolli ishte jeta e tij. Andaj falenderojmë shumë përmes kësaj mirënjohje dhe kontributin e tij për gjatë gjithë jetës së tij. Gjatë vitit 2024 mbetëm edhe pa profesoreshën e nderuar Shqipe Bajqinca Brestovci, ftojmë edhe përfaqësuesin e familjes së saj për të marrë mirënjohjen. Kontributi i saj për handbollin kosovar ishte i rëndësishëm. Ka mbajtur pozitën e komesarës së garave, delegatës së Federatës Evropiane të handbollit dhe shumë pozita të tjera me përgjegjësi.
Në anën tjetër, Deçani është për dekada qendër e rëndësishme e handbollit. Kjo është për merit të madhe e profesorit Muhamet Alaj. Andaj ftojmë edhe përfaqësuesin e zotrit Alaj për të marrë edhe këtë minjojë. Dim që një pedagog i urtë që i dha shumë handbollit në trevën e Duagjinit, por edhe në gjithë Kosovën. Me radhë dim që Aziz Makiqi është prej lojtarëve më të mirë që ka pasur Kosova, ndaj ftojmë edhe përfaqësuesen e familjes Makiqi për të marrë dhe të pranoj pra mirënjohjen post mortem për gjithë kontributin e tij gjatë të jetës së tij. E tani me ndjerë dhe knatësi ftojmë përfaqësuesin e familjes së Nebahate Brahaj Gashi, një tjetër gruaje të rëndësishme në historinë e sportit tonë. Ju falenderit shumë gjithve për kontributin që familjarët tuaj kanë dhënë për handbollin. Skender Alia, po ashtu, dha një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e handbollit, sidomos në komunën e Gjakovës. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së tij për të pranuar mirënjohjen post mortem. I radhës është indjeri Murat Kastrati, një prej atyre të cilët në të njëjtën kohë dha shumë për handbollin. Andaj ftojmë edhe përfaqësuesen e familjes Kastrati për të pranuar mirënjohjen post mortem. Nuk e dim nëse kemi të pranishëm ndonjë përfaqësues të familjes së tij, nëse jo, atëherë do të sigurohemi që kjo mirënjohje post mortem t'i arrijë. Argjend Dreshaj u nda po ashtu nga jeta këtë vit duke lënë një zbrasti shumë të madhe edhe për handbollin në përgjithësi, andaj ftoj edhe përfaqësuesin e familjes Dreshaj të pranojë mirënjohjen post mortem. Mirënjohje post mortem, Federata e handbollit Kosovës ka ndarë edhe për Qerkin Morinën. Lusim përfaqësuesin e familjes së Morina të na bashkohet në skenë për të pranuar këtë mirënjohje. Po ashtu mirënjohje post mortem, Federata ka ndarë edhe për Kadrije Slamniku Basha, ish handbolliste në të njëjtën kohë kontribuese e madhe për këtë sport. Atëherë ftojmë përfaqësuesen e familjes të pranojë këtë mirënjohje. E vetëm para 2 ditësh u nda nga jeta edhe zotri Recep Haxhi Musa, i cili përveç detyrave të rëndësishme shtetërore, ishte edhe kryetar i bordit, por gjithashtu edhe themelues i klubit Kastrioti nga Ferizaj. Andaj ftojmë edhe një herë përfaqësuesin e familjes të pranojë këtë mirënjohje post mortem. Ju falenderit gjithve për pranimin e këtyre mirënjohjeve post mortem nga Federata e handbollit Kosovës për gjithë ato ditë të cilat familjarët e tuaj kanë dhënë kontributin për federatën tonë edhe për handbollin për qenë sot ku është. E tani, duke pasur parasysh që është një ceremoni festive dhe ne jemi mbledhur këtu për të pranuar mirënjohje të tjera për gjithë ata të cilët kanë shkëlqyer dhe janë dalluar përgjatë vitit në handboll, do të fillojmë edhe me shpërndarjen e mirënjohjeve. Andaj, po fillojmë me njëherë me shpalljen e shpresave të vitit. Për të ndarë këto mirënjohje, ftojmë presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotrin Ismet Krasniqit, na bashkohet me ne në skenë dhe ti ndaj edhe këto mirënjohje për shpresat e vitit, duke vazhduar edhe me femrat edhe me meshkujt. Atëherë i ftojmë për të pranuar këto mirënjohje gjitha vajzat tona të handbollit: Elisa Gjikollin e Shqiponjës, Rehane Muratin e Kastriotit, Rinesa Jasharin e Vushtris, Natyr Arifin e Prishtinës, Ardiola Surdullin e Samadregjës, Rita Hasanajn e Istogut dhe Valza Mangjukën e Besës. I lutem me një duar trokitje për shpresat e vitit. Rehane Murati nuk e kemi këtu, do të sigurohemi që mirënjohjen së shpresë e vitit edhe t'ja përcjellim.
Edhe një duar trokitje ju lutem për gjitha vajzat tona si shpresë e vitit. Ju lutem nëse ka mundësi të qëndroni gjitha për një foto të përbashkët, e lusim presidentit të qëndrojmë nive në skinë, sepse tani kemi edhe shpresat e vitit nga meshkujt. Të qëndrojmë të gjithë në skinë, sepse do ta kemi edhe një foto të përbashkët. Ju falenderojmë. Tani ftojmë pra pa humbur kohë, edhe Ajan Muqollin e Besa Famgas, Orges Mavrajn e Istogut, Jon Muftari i Trepqës, Aldon Saitin e Kastriotit, Enes Hasanin e Drenicës, Ali Bajqinovsi i Prishtinës dhe Adis Vula i Vllaznimit. Urime dhe njerë për gjitha mirënjohjet si shpresa të vitit. I falenderojmë pra gjithë shpresat tona të këtij viti 2024 që presim me të vërtetë arritje të mëdha në të ardhmen që të bëjnë Kosovën të njihet edhe ndërkombëtarisht, të na bëjnë krenar siç po e bëjnë edhe sportistët të tjerë, por edhe futbollistët tona, siç e përmendëm më herët arritjet që kanë bërë për vendin tonë edhe këtë vit. Ju lusë edhe për një duar trokitje, e meritojnë. Ju falenderit edhe njerë shumë për gjithë punën tuaj që po bëni, e vazhdoni të na bëni krenar. Atëherë pa humbur kohë ne do të vazhdojmë sigurisht me ndarjen e mirënjohjeve, por duke kaluar nga kategoria në një kategori tjetër. E tani, e dim që handbolli ynë nuk do të ishte edhe në zhvillim të vazhdueshëm pa punën e të cilëve do të bënin në teren. E tani, duhet që për çmimin e punëtorit sportiv të vitit 2024 të ndajmë një mirënjohje. E këtë mirënjohje për këtë vit i takon Dem Sadikut të klubit Shqiponia. Andaj për të ndarë mirënjohjen e zotrit Sadiku, ftojmë antarin e bordit zotrin Berat Dana. Urime shumë suksese. Tani një rol tjetër të rëndësishëm e dim që në secilin sport, por edhe në atë e handbollit, luajnë gjyqtarët. Në handboll kemi dyshet të gjyqtarëve, tani për të zgjedhur gjyqtarët e vitit 2024 si më të mirët, ftojmë në skenë kryetarin e shoqatës së referave, Isak Osmanin, që të ndajë çmimin për dyshën Besfort Jaja e Sherif Gjema. Ju falemderit shumë. Për të vazhduar me njerë me mirënjohjen e trajnerëve më të mirë, kemi 2 trajnerë më të mirë të vitit nga konkurenca e femrave dhe e meshkujve. Për të ndarë këtu 2 mirënjohje, ftojmë antarën e bordit në skenë, zonja Fatmir Referati, për të ndarë këtu 2 mirënjohje. Pra me vendimin e shoqatës së trajnerëve të handbollit të kosovar, trajneri i vitit në konkurencën e femrave është zgjedhur Faruk Shala. Ftojmë zotin Shala të vinë në skenë dhe të pranojmë mirënjohjen e tij. Zoti Shala pra ka udhëhequr Istogun drejt një titulli të ri të Kosovës dhe Istogu po ashtu e kaloi edhe kundërshtarin e parë në gara evropiane, andaj suksese dhe urime për këtë mirënjohje të merituar. Në anën tjetër, në konkurencën e meshkujve është zgjedhur të jetë Verim Zherka. Ftojmë edhe zotin Zherka të pranojë mirënjohjen. Pra me Zherkën në krye të shtabit teknik, Raoveci e fitoi edhe titullin e kampionit që është historik për këtë skuadër. Në vjesht, Verim Zherka e drejtoi Kastriotin që është në vendin e 3 në tabel. Andaj urime, shumë suksese tutje.
E gjithë ky organizim, por në të njëjtën kohë edhe gjithë sfidat e arritjet që kemi kaluar për gjatë vitit nuk do të ishin të mundura pa mbështetjen edhe të partnerëve tanë strategjik. Andaj për të nderuar edhe partnerët tanë për gjithë mbështetjen të jashtëzakonshme që kanë dhënë gjatë vitit, ftojmë presidentin e Federatës sonë të handbollit, zotrin Eugen Saracini, për të ndarë mirënjohje për ta, sepse me të vërtetë e meritojnë. Atëherë, për kontributin e madh pra në avancimin e handbollit, por gjithashtu edhe bashkëpunimin shembullor, ftojmë përfaqësuesin ministrin e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotrin Hajrullah Qeku, ta pranojë këtë mirënjohje. Një partner tjetër i rëndësishëm i yni është edhe Komiteti Olimpik i Kosovës, andaj ftojmë edhe një herë presidentin e Komitetit Olimpik Kosovës, zotrin Ismet Krasniqi, për të pranuar këtë mirënjohje nga ana jonë. E vazhdojmë tani me sponsorin e artë të kombëtareve senjore, femrat dhe shumë të rëndësishëm NLB Banka. E nga NLB Banka ftojmë përfaqësuesin zotrin Gem Maloku, ta pranoj këtë mirënjohje. Një tjetër partner i yni është edhe institucioni mikrofinanciar Kep Trust, i cili është sponsor i yni besnik, andaj ftojmë pra zotrin Shpend Nura si përfaqësues ta pranoj këtë mirënjohje. Tashmë partner tonë të rëndësishëm kemi edhe Ujë Rrugova, Minimax, por edhe Hotel Emery, por një tjetër mbështet si jashtëzakonshëm është edhe hoteli në të cilin ndodhemi tani, Hotel International Prishtina, për të cilët president do të ndajmë edhe mirënjohjet më vonë, nëse nuk kemi përfaqësues. Nëse kemi përfaqësuesit e tyre i ftojmë në skenë për të pranuar mirënjohjet dhe për të shprehur falënderim ndaj jush për gjithë kontributin që keni dhënë gjatë këtij viti. Faleminderit dhe juve. Sigurisht kemi përfaqësuesin nga Hotel International Prishtina, si që potencova aty ku edhe ndodhemi tani për momentin, ku kemi një bashkëpunim më të zellshëm për gjitha organizimet të cilat ne i mbajmë. Faleminderit dhe juve, president. Natyrisht, bashkëpunim shembullor kemi edhe me mediat e vendit, me të cilat kemi hasur dhe gjejmë mbështetje të vazhdueshme për tërë vitin, por në të njëjtën kohë edhe për të ardhmen. Andaj, pa humbur kohë, mbetemi ti ndajmë mirënjohjet tjera, ku do të shpallim edhe klubet kampione në konkurrencën e të rriturve, por edhe të grupmoshave të tjera. Do fillojmë fillimisht me grupmoshat e tjera për të vazhduar me të rriturat. Tani, ftojmë për këto çmime që t'i ndaj antari i bordit Gjavit Morina dhe pastaj klubet të cilat do i përmendi i ftojmë sipas radhës të vinë edhe në skenë. Atëherë, zoti Morina, ju do jeni ai që do i ndajeni edhe këto mirënjohje të njomakët, klubet më të mira janë KH Istogu dhe KHF Prishtina. Atëherë ftojmë edhe përfaqësuesit e këtyre klubeve të vinë në skenë për të pranuar mirënjohjet. KH Tripqa e KHF Shqiponja janë klubet më të mira të vitit në konkurrencën e pionerëve. Vazhdojmë me shpalljen e më të mirave të kadetët, ku dalluan handbollistët e Besa Famgas dhe handbollistët e Shqiponjës. Sigurisht, Besa Famgas është edhe klubi më i suksesshëm në vitin 2024 edhe në grupmoshën e juniorëve. Po ju lutem të qëndroni gjithë në skenë, sepse do e bëjmë edhe një foto të përbashkët në fund. Kemi edhe një. Një dorëdokitje për më të mirët, grupmoshat e reja të handbollit. E tani është koha të shpallim klubet më të mira në konkurrencën e të rriturve. Për të bërë këtë gjë, ftojmë në skenë antarin e bordit zotrin Bajram Isufi, pra për të ndarë mirënjohjet e këtyre klubeve. Me këtë rast e ftojmë fillimisht të përfaqësuesin e klubit të handbollit tek femrat Istogu,
Për të pranuar minjojën dhe me radhë do e ftojmë edhe klubin e handbollit Raoveci, klub i cili edhe shënoi histori gjatë këtij viti, të cilët edhe po e përmbyllim. Ju falenderojmë shumë. Atëherë ndal nga dalë dhe jemi duke ardhur tek fundi i kësaj ceremonie festive, mirë po sigurisht që duhet të shpallim edhe shtatshën më të mirë në konkurrencën e femrave. Për të ndarë këtu minjojë ftojmë antarin e bordit, zotrin Edi Kolgeci dhe zotrin Gem Malogo, përfaqësuesin e NLB Bank, për të ndarë edhe këtu minjojë për shtatshën më të mirë në konkurrencën e femrave. Të kujtojmë pra që shtatëshja e vitit shpallet me votat e trajnerëve të klubeve të Superligës, po vazhdoj me radhë. Portierja më e mirë e vitit 2024 është Blerta Ahmet Xhekaj e klubit kampion i Stogu. Luljeta Sopjani e Ferizajt është aloja e majt më e mirë e vitit 2024. Orgesa Gola e Shqiponjës u dallua në opozitën e saj dhe shpallet fundorja e majt më e mirë e vitit. Salemato Kamara e Ferizajt është shuar pra me organizimin e lojës pa asnjë dilemë, shpallet qendra më e mirë e vitit. E vit të suksesshëm kishte edhe Sama Dregja, pjesës së cilës skuadër është Fetane Uzunlar, lojtarja e vijës më e mirë e vitit, dhe bashkëlojtarja e saj, Sevdanur Oskan, e cila është fundorja e djathtë më e mirë e vitit. Shtatshën e vitit e kompleton edhe aloja e djathtë e Stogut, Arlinda Dinarica. Sigurisht kemi edhe dy të fundit, e cila është Shkurte Memeti e Ferizajt, e cila është lojtarja më e mirë e mbrojtjes, ndërsa Alma Nivokazi e Shqiponjës është golashënuesja më e mirë e vitit me 147 gola. Nuk e di nëse Shkurta e Memeti e Ferizajt është këtu, apo dikush e cila do e pranoj minjojën, nëse jo atëherë do sigurohemi që kjo minjojë t'ja arrijë Shkurtës. Edhe një duar trokitje për shtatshën më të mirë të këtij viti në konkurrencën e femrave. Ju falenderojmë edhe një herë, lusim antarin e bordit zotrin Edi Kolgeci të qëndrojë me ne në skenë dhe në të njëjtën kohë ftojmë edhe zotrin Shpend Nura, përfaqësuesin e Kep Trust, për të ndarë tani minjojët dhe për të shpallur shtatsen më të mirë në konkurrencën e meshkujve. E ftojmë Arbër Curin e Raovecit, i cili është portieri më i mirë i vitit 2024. Lulzim Shabani Kastriotit, i cili është aloja e majt më e mirë e këtij viti. Jon Muqolli, i klubit kampion Raovecit, është fundori i majt më i mirë i vitit 2024. Sigurisht nga klubi Raovecit vjen edhe Gzon Gjuka si qendra më e mirë. E kontribut të madh të Raoveci ka dhënë dhe vazhdon të jap Jeton Bislimi, që shpallet lojtari më i mirë i vijës për vitin 2024. I gjashti me radhë, fillimisht të Besa Famgas e tani tek Raoveci, Arbios Mushkolaj, që shpallet fundori djathtë më i mirë i vitit. Kurse shtatja kompletohet me Enis Kuletën e Prishtinës, si alo e djathtë më e mirë e këtij viti. Sigurisht, Ron Ramadani Kastriotit është lojtari më i mirë i mbrojtjes, ndërsa Albi Gjuka i Prishtinës është golashënuesi më i mirë i këtij viti me plot 229 gola.
Faleminderit edhe një herë për gjithë kontributin tuaj. Na kanë mbetur edhe 4 çmime kryesore. Shpallim handballisten dhe handballistin më të mirë të kombëtarës. Pra Komisioni për shpalljen e më të mirëve në përbërje të Fatmir Referati, Edi Kolgeci dhe Isak Osmani, për lojtare më të mirë të kombëtarës ka shpallur Alinda Hajdarin. Në fitoren ndaj Belgjikës dhe Bosnia Hercegovinës, Alinda dha kontribut shumë të madh. Edhe në ndeshjet e mëhershme ajo ishte shembulli për kushtimit dhe luftës për çdo top. Kurse në mbrojtje dallohet Bujar Ramosaj, që është muri pakalueshëm për lojtarët kundërshtar. Bujari është lider i mbrojtjes së kombëtarës sonë dhe simbol i përkushtimit. Të dy, Alindën e Bujarin, nuk i kemi sonte të pranishëm, mirë po kemi video mesazhe nga ata të cilët ju ftoj t'i ndjekim. Faleminderit nga zemra për këtë çmim dhe nderit madh. Këtë çmim është shumë i veçantë për mua, po suksesi është i gjithë ekipit dhe i atyre që na mbështesin çdo hap. Jam krenare që përfaqësoj Kosovën e do vazhdoj të jap maksimumin për vendin tonë. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Jam i nderuar dhe mirënjohës për çmimin që më është dhënë. Dëshiroj të faleminderoj Federatën e Handbollit të Kosovës për këtë çmim. Shpresoj që viti që vjen të jetë viti sukseseve për handbollin e Kosovës. Faleminderit. E tani është koha për të shpallur më të mirët e vitit. Ftojmë fillimisht në skenë ministrin e Ministrisë. Atëherë do e ftojmë zëvendës ministrën e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zonjën Daulina Osmani, e cila ka kontribuar vazhdimisht në mbështetje e palëkundur për handbollin, në të njëjtën kohë edhe nënkryetarin e Federatës, zotrin Enes Idrizi, për të ndarë çmimet tek handbollistja më e mirë e vitit 2024. Përpara se të bëjmë ndarjen e këtij çmimi, do e ndjekim së bashku një video, faktikisht nominimet e trajnerëve për të ndarë këtë minjoje edhe për të shpallur këtë faktikisht si lojtare edhe handbolliste më të mirë të vitit. Atëherë ndoqëm edhe këtë video duke ndjekur edhe emrat të cilët ishin të nominuar për të marrë edhe këtë faktikisht vendin e parë si lojtarja handbollistja e vitit. Andaj, handbollistja e më e mira e këtij viti 2024 në Kosovë është Salemato Kamara. E kam shqiptuar mirë. Salemato Kamara është kënaqësi të kemi pjesë këtu në Kosovë në sportin e handbollit. Edhe një duar trokitje për zonjën Kamara për këtë faktikisht për lojën e saj të palodhshme edhe për gjithë arritjet që ka pasur gjatë këtij viti. Do presim zëvendës ministre edhe një herë sepse do e shpallim tani edhe handbollistin më të mirë të vitit dhe do të kemi pastaj edhe një foto të përbashkët. Atëherë për të ndarë tani çmimin për handbollistin më të mirë të vitit 2024, ftojmë edhe kryeministrin e vendit tonë, Republikës së Kosovës, zotrin Albin Kurti dhe presidentin e Federatës së Handbollit, zotrin Eugen Saracini. Sigurisht, lusë edhe njerë djemtan të regjisë të shfaqin videon me të nominuarit për këtë vend të parë.
Atëherë, si që patë edhe vetë, konkurenca ishte shumë e fortë, mirë po më i miri i vitit 2024 është zgjedhur Egzon Gjuka. Sojmë Egzoni në skenë për të marrë minjojën, si më i miri i këtij viti. Pra Egzoni udhëhoqi Raubecin drejt titullit të kampionit të parit në histori dhe luajti me sukses edhe në vjeshtë, ndërsa ushqua edhe në skenën evropiane. Sigurisht që të dy kanë dhënë edhe një kontribut të madh te kombëtarja e Kosovës dhe nuk janë dalur duke fituar edhe çmime për gjatë këtij viti. Sigurisht që shpresojmë që nuk do dalë edhe në vitin e ardhshëm. Atëherë, ju lutem një foto të përbashkët me handballisten dhe handballistin më të mirë të vitit 2024. Ju lutem edhe për një duar trokitje. Ju falenderoj shumë edhe juve nga zemra që ishit pjesë e kësaj ceremonie, laureatët e vitit 2024. Sigurisht edhe gjithë juve të pranishëm që ishit sot me ne për të festuar dhe për të qenë të shmitar të ndarjes së këtyre shpërblimeve, minjojeve, por edhe duke shpallur më të mirët në për secilën fushë. Andaj ju falenderoj shumë për kohën, erdhëm edhe në fund të kësaj ceremonie. Juve ju uroj një vit të mbar edhe më shumë suksese në vitin 2025. Faleminderit shumë për praninë.